Qytetar të Tiranës, banor njësisë 5, zonja dhe zotirin, miq dhe dashamirës të Lëvizjes Bashkë. Mirë se erdhët në këtë takim elektoral të Lëvizjes Bashkë në njësinë 5 dhe në shenjë mirënjohje, falënderimi, por edhe besytnie që të na prihet mbar deri në zgjedhjet elektorale të 11 majit, kërkoj për jush edhe duartrokitje të fortë. Sot, sipas edhe të një rastësie fatlume, është 5 maj, dhe 5 maj është dita e dëshmorëve të Atzeut. Është dita e mësuesve të martirizuar të gjuhës edhe të shkollës shqipe, që u shuan që ne të tjerëve dritë e diturisë përpara të na shpjerë. Është dita e dëshmorëve të 1920-s në Vlorë. Është dita e revolucionit qershorit, është dita e kryengritjes Fierit. Është dita e atyre e asaj arrade të madhe 17-18 vjeçarësh të Lëvizjes Nacionale Çlirimtare, të cilat na rreshtuan në mënyrë krenare dhe dinjitoze me popull që e fituan luftën e dytë botërore. Na rreshtuan në anën e drejtës edhe të demokracisë. Është dita e gjithkujt, madje edhe e atij policit, e atij elektricistit, e atij protestuesit i cili humbi jetën në rrugët e errta të Atzeut, majet shtyllave dhe në bulevarde në ditën për diell, të shtypur e të shkelur nga një shtet i cili ka tradhtuar çdo ideal, qoftë idealin social, idealin e barazisë para ligjit, idealin e shanseve për gjithë, qoftë idealin nacional, ato të dinjitetit të Republikës së Shqipërisë, duke e kthyer Republikën tonë në një parajsë fiskale për shplarjen e parave të pista të gjithë botës, në një hotel turistik, në një azil turistik dhe në rrafshin ndërkombëtar, duke e kthyer Republikën e Shqipërisë në një aleate të çdo autoritari, qoftë rajonal dhe qoftë europian. Partia në pushtet, Partia Socialiste, po nis këtë fjalim këtu pikërisht edhe nga njësia 5, sepse dëgjoj shpesh analist edhe banalist përnatshëm që thonë se njësia 5 është një Stalingrad i Partisë Socialiste, se atje janë betuar mbi Partinë Socialiste, duke i parë njerëzit si vota edhe prona të sigurta. Ndërkohë që ne aktivistët e Lëvizjes Bashkë kemi qenë derë në derë në gjithë njësinë 5, qoftë në pallatet e parafabrikate, qoftë në pallatet e viteve 2000, qoftë në pallatet e viteve 2010, dhe shohim se qytetarët e njësisë 5, ashtu si qytetarët e Tiranës, ashtu si qytetarët e gjithë Shqipërisë, janë të etur dhe të uritur për ndryshime të mëdha dhe pozitive në vendin tonë. Është ironike kur e mendon se edhe sot në ditën e dëshmorëve të Atzeut, jemi në një fushë e cila së shpejti do të kthehet në kantier ndërtimi. Edhe po mendoja se si ne, qytetarëve shqiptar, Atzeu na bot për ditë më i vogël. Jo vetëm kuptimin e drejtave edhe jetesës me dinjitet, por edhe në kuptimin më elementar dhe fizik, në kuptimin e tokës. Pra jetojmë në një qytet, edhe një shtet, edhe një republik, e cila nga dita në ditë ka më pak drejta dhe më pak tokë për gjithë qytetarët e vendit vetë.